ekonomike shpesh mungojnë. Ndërkohë, Nora na prezanton me ekipin e saj pse po, apo pse jo? Pse po. Pse po dhe pse jo Nita. Okej. Ata në anën time kam Qendresa Loke, i cila është aktore, ndërsa Adelina Limani Beqaj është afariste. Dhe këto të na argumentojnë mendimin e tyre se pse po duhet të jetoj fëmia edhe pas moshës 18 vjeçare me familje. Me familjen. Do me thonë, ju jeni pro... Do më thënë, për të jetuar me familje. Në anën tjetër? Në anën time tjetër, jemi kundërta asaj, do me thonë Libun Krabaj, i cili është edhe psikolog, dhe kurse Lavdrem Avdyli, i cili është profesor, mendojnë që jetesa pas moshës 18 vjeçare duhet të jetë vetëm dhe përfaqësimi i fëmijëve, ose të rinjve. Okej, unë jam këtu për të dyat, pjo. Mesi, jo. Okej. Atëra, të fillojmë me një pyetje? I kemi pyetjet në vazot e Qelqit dhe i keni kohë nga 1 minutë se cili për të dhënë një mendim. Në anën tjetër, nëse ka replik, keni prap 1 minutë për replikën. Atëherë, pyetja për me fillu është, a është dashuri apo varësi emocionale qëndrimi i gjatë në shtëpinë e prindërve? Të vazhdojmë. Apo, vazhdojmë me Libunin? Po, filloj me Libunin, okej. Mendoj shumë pyetje adekuate për mu. Kjo mund të jetë nga pak nga dyja, po do me të shohim perspektivën. Varet çfarë bëhet kur diçka është varësi. Nëse lidhja mes jush edhe prindit vjen nga një afërsi respekti edhe emocionale, ajo është pjesë e zhvillimit çdo personi. Po tash nëse unë po qëndroj me prindët me jo nga aspekti i respektit ose aspekti që kam më shumë për të mësuar nga ata, por nga aspekti që ata po më ndihmojnë jeta ime me qenë më lehtë dhe mos mu ballafaqu me sfidat e jetës, kjo është duke pengu individin zhvillimin e tij personal. Se ne duke marrë parasysh, mosha 18 vjeçare prapë je i ri, por nëse jenë 20 nga mesi ose në fund tyre, edhe ende prindi yt për merr përgjegjësinë e jetës tënde ndaj teje, ajo do të pengoj ty në zhvillimin tënd personal. Pra, nëse bëhet me afat gjatë, kalon varësi, kalon dëm personal, por në afat shkurt është zhvillim, se i duke mësuar nga prindrit. Okej, kanë mbetur edhe 6 sekonda, kështu që i ke përfundu për 1 minutë. Ata bëjmë një mix, kështu ta pyesim. E bëjmë me Qendresën. Okej. Është a duhet të jetoj? Po, është pyetja e një sikurse qëndrimi i gjatë në shtëpinë e prindërve apo dashuri? A është dashuri apo varësi emocionale qëndrimi i gjatë në shtëpinë e prindërve? Unë pajtona me bashkëfolsin, me psikologën që tha pak më herët, edhe është varësi, po edhe është çështje emocionale dhe çështje dashurisë. Deri në moshën 18 vjeçe, fëmia mësohet me kon i mvarur prej prindërve. Edhe është normale që ai fëmijë ndoshta edhe me vazhdu edhe pak atë varësin. Dashuria është në natyrshme, është e pashmangshme që duhet me ndodhe edhe nëse jeton edhe nëse nuk jeton me prindërit. Kështu që unë mendoj që të dyjat janë qëndrojnë. Okej, Lavdim? 1 minutë? Une po kundërshtoj tashkë, se diqysh mu pajtu me krejs po më na. Une menej që nështë do të me këshu pak në aspektin e kohës. Nështë nuk jena të folë kohën e gjeneratës prindëve tonë edhe kohën e gjeneratës e sotit. Nëse folën për atë pjesë, po, është varësi, është dashni, është krejt. Po, unë besoj që edhe fjala fëmi, moshën 18 vjetë, unë besoj që ajma nuk o fëmi. Po për nanën edhe babën është gjithmonë fëmi. Në qatë aspekt nisemi? Nëse nisem në aspektin e me pas një fëmi, ti edhe nëse bosh i panvarën, ti prapë se prapë familjen tone mon është gjithmonë me kalu kohën me ta, me nejt me ta, mi pa, me të regu dashnin tonë për ta që i ki, pavarësisht distancës e krejt. Po, pavarësia, mon e besoj që fëmia, momentin që e din çka është jeta sociale edhe pavarësia ekonomike, sa ma herët që e kupton, aq ma mirë është për ta, se bëhet maj panvarër, maj ditun, maj intelektual, edhe Janis i mendon senet pak në të ardhmen e vetë ma mirë. Kanë përfundu sekondat. Okej, kjo është mendimi jotë. Adelin? Po, mendoj që për të arritur një njeri moshës 18 vjeçare pjekurin, nuk duhet domosdoshmërisht të ndrohet një adresë për të jetuar, pasi që one të jetuarit me prindër nuk e shoh si pengesë. E shoh këtë çështje se nëse i marrim mendimet e të parëve tanë, do të thonë të prindërve dhe gjyshëve tanë,
e shohim që kur ma herët nuk ka pas përkraje ma të madhe fëmija se sa në ditët e sodit nga prindrit e tyre. Edhe nuk mendoj që mund të dikosh në moshën 18 apo 20 vjeçare të gjej një ngrohtësi familjare apo një emocion të veçantë edhe pasi të jeton vetë. Këtë sigurisht që aja familja ati si në aspektin social, në aspektin ekonomik, në aspektin emocional, kështu që nuk mendoj që duhet të bëjmë hap të ngutemi të jetojmë vetëm pas moshës 18 apo 20 vjeç. E di e kuptoj që ajo pjesa e pavarësisë së njeriut pas kësaj moshe është e nevojshme, mirë po nuk besoj që prindrit ja imponojnë këtë çështje edhe në bashkësinë familjare. Sot i pas kemi tëftuarit me sekunda, me minuta, shumë sakt. Okej, a ka kundër dikush për të vazhduar me pyetjen tjetër? A ka dikush me replikun a i sen me kundërshtu? Sepse do të kalojmë tek pyetja tjetër? Jo. Është në pyetjen e dytë, Janisa. Okej, haj, tash mirë po shkojmë. A është qëndrimi me prindrit një zgjedhje praktike apo mungesë guximi për të përballur me jetën? Dhe të filloj janë. Okej, Adelina. Nuk mendoj që është një farfor me guxime, për shkak që ndoshta të rinjtë tonë e kanë këtë mungesën e guximit. Të marrë parasysh çështjet ekonomike që janë Kosovën tonë, marrë parasysh kostën e lartë jetesës që jemi duke u përballur çdo ditë edhe në bashkësi familjare, mirë po praktika, nuk po du me t'inglu tradicionale, sa po du me t'inglu praktike në këtë aspekt. Edhe e shoh që të jetuarit vetëm, në moshën 18 vjeçare dihet që ka studenta shumë. Marrë, do të thonë, këto varen e situatave të ndryshme, mirë po e shoh që ka studenta shumë cilët kanë me u ballafaqu edhe me aspektin ekonomik të studimeve tyre, kanë me u ballafaqu edhe me mungesën të jetuarit vetëm, se sa ndikon kjo në psiqikën e tyre, në stresin e tyre, edhe mandej kemi hasmi shpesh edhe në dukuri negative, sa që unë mendoj që ka njëherë, se me profesion jam sociologe, mendoj që ka njëherë hapësira e tepërt, apo liria e tepërt është e dëmshme shoqërinë tonë. Okej, nëse ka dikush edhe kundër mendim, mundet me shfrytzu një minutëshin e vetë? Unë mendoj që ndoshta... Gjithë po të këqyri ty lavdim kur po ka kundër mendim. Tom nashta. Mo që shumë ka thonë me kundërshtu, është dhe sajnë që... Jo, mos na, që të zonin ashtu ta më puna. Ska të dje lavdim. Unë besoj që puna e dëmshme, ndoshta nuk është, se ka erë edhe fjalla, se prindet tonë ndoshta e kanë atë friken që mos nuk përna shkon jeta ashtu që kanë planifikuar ata për neve, për fillimit. Edhe ndoshta ka erë edhe me rreziku, është edhe ma mirë se rritësh mënyrat shumëta. Se na me pa, tash në anën kulturën tonë shqiptare, ndoshta jena pak shumë të lidhën familjarisht me njëri tjetrin. Edhe familja është shumë e lidhën me fëmijë. Që deri në një pikë që ndoshta edhe fëmija tu rrit, tu i marr këtë pasionit e prindit, tu ja nis edhe me senet më të vogla, e të mos mënu menuaj as që kam i bo vetë. Po foli seni më të vogël është vetura, shembull. Ai dyqysh e pret që edhe veturën ka me marrë pi babës vetë. Domethënë nuk i jetë atina, ajo jetë atina. Në atë pikë, ai automatikisht ka më bo një fëmijë që nuk ka me prit me pas diçka vetë. Nëse më lejohet hapësira kohore, kisha dasht me vazhdu ato të... Jo, me vazhdu në disa pika. Okej, një minut. Nëse e mendojmë që të aspektin prindëror, po, është e vërtet kjo që fëmijët në shumë aspekte presin trashëgimin e prindërve, pa marrë iniciativën vetë me bo diçka. Pajtona me ato që guximi i adoleshentëve, nëse kisha mujtë me qujtë prej moshës 18 vjeqe, kishtë me qenë shumë ma i vendost, edhe me shumë ma shumë përparsi për zhvillimin, për arsimimin, për eksplorimin, për pavarësin financiare të ai fëmijë në moshën e rritur pastaj. Unë personalisht e kom praktiku qatë sen, edhe kisha desht, edhe trit e sodit, edhe fëmija me, edhe kushdo tjetër me praktiku. Po sa është mosha 18 vjeqare ideale për me qeni gatshëm me i bot të gjitha këto? Po, nëse mos ta marrin vetëm 18-qin, po 18 pas. Sepse të gjithë të rinjt, po thuaj se një farforme e provojnë 18 vjeq, duke pasur parasysh që vinë për studime në Prishtinë. Po flasim për qytetarët e Prishtinës, sigurisht nuk e kanë këtë luks, sepse i kanë shtëpitë e tyre, por do duhej apo nuk do duhej, vetëm se janë në Prishtinë dhe universiteti është në Prishtinë, nuk do të thotë ndoshta me jetu me prindrit, apo duhet me jetu. Dhe e kundërta tjetra është që nga vendet, qytetit e tjera të gjithë e provojnë një farforme. Domosdoshmërisht të bie që duhet me provu atë
A munde mu Në një farë Po, se në forme... fakt ta kemi ndërprej, po më duket. Sekundat ja kemi ndërprej që ndrejtë, sa? Nga rreth 30, ka dhe gjithë. Okej, ka edhe 30 sekunda, më falë. Unë isha pajtu me ato dhe i kisha motivu të rritë që po me marë guximin, po asnjë herë mos me haru atë aspektin që mbështetja familjare, për kraja familjare ose dera qelë që thojnë në shtëpitë tona, është e prindërit, gjithmonë. Më kish pëlqy. Po. Guximi me marë, nështë ajo prej moshës 18 vjeqe, se nëse një fëmi 18 vjeqar del prej një fshatit ose një zonës rurale dhe udhëton drejt Prishtinës ose një shteti tjetër, do të ballafaqohet shumë e sfida tjetës. Po, kishte me qenë pak e vështirë për to. Po, për shembull, me pa një burr 35 vjeç ose 40 vjeç të konin varur prej prindërve? Jo, ajo është absolutisht një jo e madhe. Por, 18 deri 25... Unë mendoj që prej moshës 21 vjeqare është mosha ideale për me... Po, Liburni e ka një minut. Sporti ishta me fillu për një term me paraqit autonomi. Termi autonomi nuk përdoret shumë tek njerëzit përveç në aspektin e psikologjisë, që do të thotë pavarësi mendimi edhe financiarisht. Është autonomia zhvillohet në adoleshencë si aftësi njerëzore. Tash, pse jam ka përmendi këtë sen? Se në adoleshencë na zhvillojnë mendimin tonë të pavarur. Tash, ky mendim i pavarur inkurajohet nga prindi. Ti je gjysmë pavarësi le ta quajmë. Ti inkurajohesh nga prindi me marrë qatë guxim, me marrë qatë iniciativë për mujt mu zhvillu. Para prakisht edhe unë pajtojnë që 18 vjeç është shumë herët për shumicën, por ta dim që nuk është një pikë, një datë të caktuar kur dikush duhet me lëviz nga shtëpia ose më ka një pavarë plotësisht. Po, ne e kemi bo kështu një farë forme, më falë, këshyri sekundat mirë, për ndërhyj pak për shkak që në botën e jashtme, më thënë, është si datë, si ligj që 18 vjeç duhesh me vazhdu rrugën tone, nuk e di nëse është ka qenë kështu, po tash ka fillu me u rikthy. Jo, edhe atje kanë fillu me dasht fëmin ma shumë afër vetës, sepse ka qenë një kohë kur ma shumë i kanë sugjeru fëmijëve që moshën 18 vjeçare me dalë, po tani ka qenë pikpyetje edhe pasuria, se ka pas raste që edhe nuk ja u kanë lënë hes tani. Vazhdo. Këta 10 sekundat e fundit që i kam, kisha dish me përmend që... Pasi ke falë prej meje. Falënderit. Dishta me përmend që nuk duhet mu pas një datë si momenti fundit për të lëvizur jashtë nga shtëpia, duhet mu pa nga aspekti sa është i zhvillum emocionalisht, si person sa është i rritëm dhe i zhvillum, ekonomikisht edhe socialisht. Shumë që përmendim, kemi zona, ndoshta që si ka ra me në i zona rurale, po. Familjerit së stresi, nuk do të thëtë që do me dëshëmërisht i ka përgaditje, po dikush tjetër mundet mi pas. Ajo që jam ka du me thonë, është fëmija para prakesh do të mu përgadit për me mujtë mu pavarësu, nuk mundet nga 0 janë 100, më falë. Po, edhe aso... Veç e kom një pyetje për juve të dyja. Ju të dyja jetoni me prindrit. Për shambull, nisuni prej vetës, po. Nora ka jetu pak edhe vetë, e ka provu, 19 vjeqare, ndërsa Anita jo. Unë do shta më u lidhë që pavarësim nuk do me thonë vesh me dalë jashtë prej familjes. Nuk po du me tinglu atin edhe unë shumë tradicionale, po unë e mendoj, unë e kom fillu me punu prej moshës 18 vjeqare. Edhe që to unë e kom fillu pavarësimin tam. Për shembull, unë e di me vlerësu një punë, di me vlerësu një rrogë, di me vlerësu një pare që unë e fitaj. Do me thonë, kjo asë një herë prindrit e me nuk kanë qenë, do me thonë, si penges që unë e mu pavarësu për kundra se. Nëse kërkan me dalë me jetu vetë? Po, tjetër, ata nuk janë Dy motra. Nora e ka provu këto, jo që une nuk kom mujtë, po une nuk kom dasht. Edhe sot, halo nuk du, se une jam tepër e lidhen, po diqysh nuk e di. Momentin kur une hi, për shambull, në shpetam, është ndryshe. Po se të fret mami me tepsin dorë. Nora, e veç edhe Nora i ka një minut. Jetesa vetë është pak një ngarkes ma madhe, saj përket për shkak që ti kur shkon në banes edhe shaj që ndoshta një radiator nuk është të nxe ose një diçka një ushqim nuk e ki gati, kemi bo krejt vetë. Ndoshta është ngarkes, po... Ashtë kjo interes tani? Jo. Qa po ndodhë këto? Zvesoj që është interes. Ama sa që është ngarkes, po është edhe mirë, për ndoshta unë e kom mësu të gjitha sanet me i bo vetë dhe nuk pres sot prej kërkuj që më kanë dore zgjatur për mu. Po këto e kom mësu edhe one, edhe tu më kanë edhe në familje. Dy motra, binjake komplet të ndryshme janë këto të dyja. Nuk kanë qenë ashtu që më na bonive
pavarur dhe një farforme të pa ofta për me bo një zgjedhje vetë edhe me marrë një vendim vetë për vetën tonë. Okej. Adelina, po më duket pat me... Po me ndërlidh me Norën e Menitën, se këto është dallimi për shembull janë dy binjakët, vinë të njëjtës familje dhe shohim atë distancën që e kanë. Natyrën që e kanë të ndryshme, po. Ashtë, one pajtona ma shumë me Arbenitën, kur thot që sado që ti e ki një ditë ngarkuar në punë, ose në aktivitete se na e dina që ditët e sotit për një me janë po shumë dinamike, edhe në momentin që këthejmë në familje shumë një farloj ngrotësie, edhe një farloj emocioni që ndoshta kur t'jevsh vetu jetu nuk më nësh me pas atë emocion. One nuk po du me t'inglu shumë me të vërtej tradicionale, për shkak që jemi të jetu në një ku, ku ndoshta se cili e kërkon privatësin apo lirin e vetë. Edhe nëse bëjmë krahasimin me shtete tjera, definitivisht unë nuk isha mujt me krahasu, për shkak që na jetojmë Kosovë dhe e dina që shteti ju nuk ofron asnjë. Po për disa gjana, Adelin, po e krahasojmë edhe mirë, bile. Po, për disa gjana, po tash në aspektin ekonomik, shtetet tjera ofrojnë një farloj mundësie, një farloj koste, por me mundësu qytetarin e ti të jetoj vetë mirë, por në Kosovë nuk ofrohet asnjë mundësi financiare, edhe si që ceka ma herët, dhe më thonë kemi u ballafaqu me krejt këto sene veç vetë, edhe kjo është një sfidë shumë e madhe për një të ri, une po e marrë moshën 18 deri në 20. Nëse plasmin për moshën 25 e tutje, atëherë më duket që duhet pak me i pjekur. Atë ndrojmë pak... Qëndresa po më duket pat, ose vazhdoj me pyetjen tjetër? Po, veç kisha, nëse nuk dalë prej temës, tash më varet, a i fmi, a është të studiu, a është të punu, apo veç po kërkan kryen vete me dojnë? Po, a mos e di, unë prapë mendoj që për shembull dhe sa do që jetë duke studiu, unë mendoj që puna të bën ajo që të pavarëson. Edhe nëse ti je në studime, nuk do me thonë që ti nuk mënesh me majt një punë si një 18 vjeçar. Për shembull, unë i gjykoj ato familje, jo i gjykoj, po të paktën nuk jam në mendimet e tyne, nëse që ato familje e shohin fëmijën e vet u shkollu, edhe thonë nuk ka nevojë me punu. A din çajo është? Deri se të shkojsh ti për shembull fakultet 3 vjet, ti i bën 21 vjet, deri 21 vjet, mos me punu asnjë ditë. Do me thonë veç... Por jo të gjithë e kanë atë mundësi, po, unë e përditna pikërisht të tema që ke edhe më herët me bashkëfolsen për dy binjake që është rast konkret. Ndryshe është për shembull për Arbenitën që shkon shpi edhe e ka bukën gati, e ka shtratin e drejtuar, e ka shtëpinë e fshine, edhe është ma rehat me vetën. Ndryshe është për Norën, kur shkon në banesë, e sheh banesën të paregullune, e sheh tesha që shikalon, e sheh bukën të papregaditun, e sheh një radiator të prishun që tha, unë e menoj që është sakrificë ma e madhe për Norën se për Nitën. E pastaj ma vonë mundemi me pas e përkën ka pas. Po, vazhdojmë. I bom punë të shpis, po e janë ma pak zemër, deri sa e shku ti tash të shpia. Të djela. Ka kry mami. Po vazhdojmë me një pyetje tjetër, në një vend si Kosova, rajoni, ku papunësia e të rinjëve është e lartë, a është e drejtë të gjykosh dikë që ende jeton me prindër? Apo e fillon? A moj me vazhdu? Po më doket se ka jetu edhe jashtë edhe din paka shumë. Hajde, një minutë. Ndërsa që kjo pyetje po lidhet pak me disa tema që diskutu ma herët, puna e vjen shpe, i gjonë senet gati, e krejt. Ne qëndrojmë të tema, kështu që si cila pyetje lidhet me njëna tjetër për me vazhdu nëse s'kemi mujt me përfu. Nevoja e aftëson njerën e mëson e zhvillon. Momentin që ti mësohësh që kur është nevoja më mësu me pregadit, me punu, me lyp pun, mu ka një panvarën, automatikisht ti ki mu zhvillu. A momentin që ti mësohësh me pri gjithmonë, kur të vesh në shpe, me ti kry dikosh obligimet e tua, ose edhe obligimet tjera, ti kimi pas gjithmonë punt të pa nevojshme mi mësu. Gati. E dyta të puna, të punësimi, unë besoj që ju vetëm Kosovë, po krejt venet e botës, ki problem të papunësia dhe të puna. Nuk është let me gjithë një punë, se sot jena në një kohë shumë të avancume dhe nëse ti i din 2 gjuhë, tjerat i din ka 4-5. Dhe nuk je diçka i veçantë. Por që ata, sa ma shumë që zhvillohësh, edhe shet nevojshme mu zhvillu, ti ki mu zhvillu. A momentin që ti nuk e shet nevojshme, normalisht që as nuk kime li pun, as kime përparu, as kërgjesh, kime me të prit. E që ajo pritja, koha shkon ti me të prit nuk qënë për para. Jo, a muj me... Po, një kundërshtim nga Adelina. Po, a të qyshë, sëkur po e jep një farë konceptit definitiv që nëse ti e tonë vetë, kemi arrit krejt qëto që po i përmend. Pavarësimin, me imësu disa gjana, po one nuk mendoj, e ceka dhe në fillim që nuk mendoj se nëse ti e ndron një adres,
kime u tjetërsu, kime u ba tjetër njere, apo kuptan kime mësu qëto gjana. Unë mendoj që atë hapësirën që ti donë me mësu, mund është me mësu dhe bashkë me prendret. Për shembull, mënyrën e pregaditjes të bukës, mund është me i thonë mami ta nëse motrës në këtë rast, ose dikuj tjetër që le masone po e baj. Edhe ato i letëson me një farforme që ja jek një punë pi dorës, mirë po nuk mendoj, definitivisht nuk mendoj që me ndru adres të ki mu kanë tjetër njëre. Ki mu kanë njëri ma i pavarësun, ki mu kanë, të s'ki qari pa i bo që atë punë, se anë vetë kum jetu me vjeri në 8 vjetë. Edhe kum pas një farloj komoditetin atë hapësirën e familjes ku kum shkone pe i punës e kum gjetë bukën gati. Mirë po tash jetoj vetë edhe nuk e kam atë komoditet, po tash nuk do të thotë që une nuk kum pas mundësi me ba atë bukën. Ose ati po lidhme me gjana mbak ma praktike, mbak ma familjare. Sero, sekunda, apo kundërshton. Kemi edhe një kundër replik, pra. Okej. Le të kuptojnë avesh një sen. Une, kur thëmë që kimi arrit, nuk është që kimi arrit. Nuk do më thonë që kimi arrit se sfidat e jetës janë të ndryshme. Po tash me marrë një përqindje më të madhe. Sa përqindja më e madhe është që meshkujt të na gatuin, fshin, lajnë. 10%? 15, 20, edhe ma pak. Edhe ma pak, po. Përveç asojna, na i kina punt e cilësume me gjeni. Kjo është për femna, kjo është për meshkuj. Kjo është e para. E dyta, unë e pash një trend në TikTok, një qike kish hap një biznes për berbere. Mi qith meshkujt. Edhe kush e intereson më do këtash, ajo e ka bo, se ka pas edhe për krajnë e prindve, për nëse i shkona e në varën e pityne, të në kohën, nuk e kish mujt me arri qatë qëllimin e vetë, se e ka mësu. Ta është edhe meshkujt. Nuk besoj që du të mu cilësu nevoja që ti, për mi thonë motrës, nonës me ta kry një puna e është normale, por nëse ti mësohësh për i fillimit që këtu punë ti kimi bo vetë, se nuk ka nevoj kërkush me ti bo, ti automatikisht kimi bojnë pavarë. Edhe sët, nuk ishtë bo maja tem e diskutimit. Sekundat përfunduan. Okej, mendoj A kisha bo vesh një për të sekund. fizu shpejt ajo. 15 sekunda, vlerë. Okej, një minutë edhe Adelina. Hajde, pas këm lavdim. Ja, veç që dy nuk e të tunda. Te pjesa që e ceke, që punët janë të ndara, gratë veç, burat veç, realisht në vendin tonë është të ndodhë dhe ka ndodhë gjithmonë. Po në menoj që kjo kulturësh vjen për familjes. Unë një familje që, për shembull, familje tem që i ka 4 djemë, edhe nana në pamundësi me i arrit krejt punët, i detyron se cilin djalë me bëka një punë të grave që na e cilësojnë atë grave, por që ashta e bana i djalë punën ma mirë se një grue. Amo kjo është detyrem? Jo, nuk është detyrem, është mësim për atë fëmijën e vetë, për djalin e vetë që pavarësisht a është burra, apo është gru, a i duhet me pas një far disiplinë në shpirën e vetë, një far Se regullë ke në shpirën e vrejt, Adelin, kanë janë praktikisht këta djemë të nanës, që i bojnë punë të nana, kur të martohen tani, apet si bojnë, po. Si bojnë. Unë e kisha Pak desh shakove, me balansu, se unë jom në mes, unë nuk e ja pas një mendim. Okej, kisha desh pak mu lidh të përgjigjet e lavdrimit dhe zonjës. Unë po menoj, tash nuk e di, mënët me kone edhe e përgjithshme, ky koncepti privatësi, ky koncepti pavarësi, ky koncepti liri ose diçka është pak i stërz madhum. Ti mund është mu koni panvarur edhe me jetu me prind, po më varet qëfar pavarësie. Mund është mu koni panvarur edhe me jetu pa prind, po më varet qëfar pavarësie po danë. Nëse lidhim aspektin ekonomik, unë prapë mendoj që pavarësia ekonomike për një të ri i shkon ma e mirë me konë vetëm, se sa me prind. Ishtë pregadit shumë a shumë për jetë, edhe për familjen e ti, për zhvillimin e familjes së ti ose të saj, në të ardhmen, se sa me jetu në bashkësi familjare. Adelina pak më herët tha që në familjen e saj ekziston një familje që ka 4 djemë dhe që i detyron me bo punë të shtëpisë. Jo, nuk është detyrem ajo. Jo, Okej, në rregull. Fjala detyrem t'inglon pak ma ndryshe, po është një farë disiplinë familjare. U krynë sekundat, a japim edhe një minutë qëndresës se është për 2 veta, me një gurë do është i vra 2 zëgjë. Kisha desht me mbyll këto. Unë jetoj me burin edhe me 2 qikat, nuk është kur gjo e detyrushme edhe kur gjo obligative për burin tem me mdihmu mu si gru, mi bo pun të shpis, mi këshyr vajzat, me mdihmu me pregadit gjellën, me mdihmu me pregadit bukën edhe me mdihmu për qka do qoftë në jetë. Libuni. Edhe mu më vjen 1-2 minuta. Okej, do më thonë,
Ke kundër përgjigje për dy personë? Duke ja respektu normal opinionin, s'pari dishta me përmend për zhvillimin që përmendëm, ti e ke shumë të mirë që ti e ke shumë me drejt që fëmija ose i rrituri ka nevoj mu zhvillu edhe shumë sene që mundesh me mësu vetë, mundesh me mësu me prindet, por është një mas ku ky ndalet. Pse është e rëndësishme mosha 20 vjeçare deri 30 vjeçare tek zhvillimi i personit, është se psikologjikisht është quhet faza autonomisë, intime edhe e përzgjedhjesh sociale. Tash këto sene ti nuk mundesh mi bë domosdoshmërisht ose mu zhvillu këto hapa vetëm me kontaktin e prindit. Se edhe nga aspekti i prindit, ndomja e prindit e fëmijës eventualisht ndihmon në zhvillim të marrëdhënies prind dhe fëmijë. Se eventualisht ti duhesh me kuptu që ai fëmijë që e ke rriti, ai gjithmonë ka më kanë fëmija vet, po me moshë s'ka më kanë fëmijë. Ti duhesh më mësu që eventualisht kime pa personin që i ke rrit deri më sot ka më kanë një rang social me ty. E duhesh me konsideru vetën krenar duke i pa frutën e çka i të ke rrit ti. Edhe që ajo është më e rëndësishme për aspektin e zhvillimit. E përmendëm më parë tek aspekti i liria ma jo më tepru me liri, për shembull, po jo, se tek ti si prind mundesh mi tregu problemet në të ardhmen ku kanë mi dalë të fëmijët. Por ti nuk mundesh me hec rrugën e jetës për atë fëmijë, edhe nëse mendon që je duke ecë për ata, ti je duke vërbu edhe tu je hapat e ti për ta. Eventualisht ti si prind s'ke më kanë aty për ta. E unë e kuptoj si ri e ke qatë përgjithësi, po kur është dikush 20-30, ti je duke e pengu për zhvillimin e ti si person. Se nesër pasaj ai ka me pas përgjithësi me rrit dikon, ai ose ajo. Edhe pajtona shumë si ndikon zhvillimit social edhe thymjes normave, nëse dikush prindret e dashur ja mungojnë, fani se po flas gjatë, po prindret e dashur ja mungojnë shumë aftësi që mundet mi zhvillu fëmija, si të djali, si të vajza. Po edhe ndoshta që nevojat... Po, ta vazhdoj me pyetjen tjetër, se sigurisht ka me undërlidh diçka që mundeni me shtu, sepse tema është e njëjtë, vetëm pyetjet janë... Më fani se zgjatë. Ta puna jo e meritove sepse nuk fole gjatë. A mund të jetë qëndrimi në shtëpinë e prindërve një justifikim për mos marrjen e përgjegjësive? Qetash, këtu që folëm pak a shumë. Kam po. Prapë qëndrojnë atë mendimin tem, që nuk do të thot justifikim nga ana e të riut, që one po qëndroj në shtëpinë e babait, justifikim do shta mundet me qenë, e përmenën panelistët në anën tjetër, që varet se sa janë të zhvilluar, në atë mosh, nëse për shembull e sheh vetin ose prindi e sheh që fëmia i tij e ka një zhvillim që mundet me arrit me dal vetë dhe i ofron një farë lloj mundësie që hajde po bashkëpunojnë edhe avde po dalën me një farveni që ty të pëlqen me jetu edhe unë po të mbështes në këtë aspekt. Mirë po justifikim për me qëndru në shtëpinë e prindrit, unë nuk po e shoh. Okej. Lavdrim? Unë do të them që po, është një lloj justifikimi, por arsye se nëse ti... Ndjen comfort zone. Janë si në comfort zone. Se ideja është që na e morëm parzit më herët edhe Vlera përmeni, që na, kur na konvenon, i marrim shumë sene prej botës jashtme. I shohëm shumë të mira. Edhe kur i kulen, e arsimin ta mundohemi me adaptu prej shteteve më të zhvilluara më të mira. Kur vjen puna te diçka që nuk na konvenon, automatikisht janë nisur më thojnë por na jena shqiptare, edhe në kulturë rajone. Domethënë tash, çka je të dash sakt? A je të dash mu zhvillu një shtet evropian, më shku përpara me tëna pika që janë në shtetet evropiane përpara, apo dën mua anku? Unë mendoj që justifikimi është se momentin që ti rën shtëpi, okay, mundesh me nejt me prën shtëpi, po nisja paguaj bëni pagesat. Po shpenzimet e shtëpisë, buk, ushqim, rrym, tëna. Hjekja pak një lloj obligimi prindit ton, edhe ti janë nisë edhe mësosh me ditë çka është, me kursy, me shpenzu, me pas. Pa, përshë prapë, më falë, për ndërhy, prapë vjen atë diskutimin tem që edhe në familje... Edhe në familje kryot ajo hapësira, po do me bo shpenzime bashkë, hajde i bojna bashkë. Edhe poja, nga mish po du me qartësu diçka, edhe poja, edhe joja kanë diçka të përbashkë, e dini çka? Ojan. Ojan, kështu që e mirë është. Unë mendoj se në shumë raste ka që ndodhë, po jo domosdoshmërisht. Shpeshherë duhet mu pa si po sillet fëmia, edhe me që përmendëm i rriturit tash, edhe me që përmendëm raste specifike në familje specifike, duhet mu inkuraju autonomia. Duhet mu inkuraju çaj person se përmendën, nëse është një person i ri duke punu për shembull moshën 18 ose 17 vjeçare. Është mirë mu mësu që ndihmon nga shtëpia, ajo po.
nëse ai është të qëndru të i menjanu përgjithësit edhe në shpe, edhe në njërë sociale, as punë, as kur gjë, normal që është tuke e bo për më menjanu jetës. Aty është problem se duhet mu inkuraju, mu pavarësu, ju mu në zërë për shpis, po him punë, meri do punë ka shpia, interesohu për naj punë pak ma të mirë, shko naj fakultete, hapas hapi mu në zërë jashtë. Po mendoj që po, e përdorim për justifikim, po aty duhet prindi me pri rrugën, me ndal nga kjo, se shkatron vetën, jo kërkën tjetë. Po, dhe se kjo është edhe pak që, për shembull, prindrit i plotësojnë ma shumë dëshira se nevoja. Do me thonë, e rëndësishme është prindi me plotësu që ato nevoja gjatë rritjes, që edhe ai me kuptu që nëse dënë një dëshirë të vetën që e ka, me fitu vetë, e jo me a lyp me a kërku prindet. Na prindrit ka njëherë di me konë shumë për gdhelës. Po, e që kjo nashta është që ti nuk e fiton. Nëse më pyet mu, për shembull, nëse pyet mun për këtë gjë, edhe pse jam në mes këtu, po kur pyetëm për personalisht, djali im tashmë është veç 16 vjeçar, edhe 2 vjet mundet me më thonë po dal vetë, po unë i kisha thonë jo. Prape këshën bojta qëndrimin e një mamit. Okej, pak shaka. Nor. A ka kuptim pavarësia ekonomike nëse je i pavarur edhe në mënyrën e jetesës? Unë si isha qasë kësaj është, kjo nuk po del në pavarësi, kjo po del në presion, kjo po del në barë. Kur je pavarësi është se e ki eksperiencë, nështë ta e ki rujt pare ose najsen, ose e ki ndërtu një lej eksperiencë me mujtë me dali pavarë. Ta shprindi nuk dënë, është edhe e pa drejt ndaj prindit, që nuk dënë me qitë me 4 rrugëve. Kështu që jo, nuk mund është ti me provu mu zhvillu si person duke ja boj jetën edhe ma të fështirë vetën. Okej, atëre do e dhoni një pyetje tjetër, se po më duket pak ma interesant. A është presioni për të dalë nga shtëpia më shumë trend shoqëror apo nevoj reale? Unë e mendoj që më shumë është trend. Po. Pse? Për shkak që jemi non-stop në rrjetet sociale edhe shumë i lloj situate, ku ndoshta dikush atë jetesën vet e bën shumë atë pashme të dikush. Edhe dikush kur ta sheh thotë që kjo është një farë lloj trendi, pse mos ta provoj edhe unë me dalë me jetu vet. Edhe ju duket shumë normale. Nuk i shes sfidat cilat ka me u përballë çdo ditë, pavarësisht gjendjes ekonomike, që në më herët të cekëm që me të vërtet me u përballë një i ri, me situata ekonomike, me situata financiare, përveç që është sfidë në vete, është edhe shumë stresuese, edhe unë mendoj që në këtë aspekt më shumë është duke u parë si trend, se sa si nevojë. Nëse muj me vazhdu, minutën teme, mu më pëlqen këtë trend, edhe është shumë i mirë, pse jo, një i ri qoftë në moshën 20 ose 25 vjeç, me jetu i pavarur, edhe kisha dasht edhe më kish pëlqy marrëdhënia e prindërit ndaj atij fëmis që mos me pas obligimin prindror, për shembull. Nëse unë kisha jetu me prindërit në moshën 23 vjeçe, prindi jam e kish pas brengën tem në sa ora dol, ku shkoj, a u vënu, me kën shkoj, çka boni, edhin janë këto brengat prindrore. Nëse unë jam e pavarur dhe nuk jetoj me prindrit, prindi im është në rehat në strofullën e vetë, në shpinë e vetë, edhe unë jam rehat me njerëzit që me thonë që nga njerë informatat e te, për ta nuk zbojnë mirë edhe së është nevoja me u ditë gjitha gjanat. Për shambull Nora ti personalisht, po të pysun kështu pa pyetje, a je ma rahat në atë aspektin se prindrit e tu nuk e din çdo sekond çfarë je duke bo edhe ata janë më të qetë? Po është një farë lirie, mirë po une nuk isha pas dëshirë që qatë liri që e fitojnë me këtë pavarësimin me dalë vetë me jetu, me shfrytzu të rinë në mënyrat jo të mira. Nëse te shfrytzu prindë një ka intuitën, sepse në pjesën e parë kemi folë për intuitën, e kanë ato intuitën se çfarë fëmiu e kanë, ose qetra çfarë fëmiu e ka prindin, po tash, dorën zemër, së të nga këshyrë prindë tenorës edhe një. Ska problem edhe me shiku. A dorën zemër, a rinë ma rahat kur nuk je në shtëpi? Nga njerë edhe je në shtëpin tone, strofulogun tonë. Nga njëherë rinë me rahat, nga njëherë të mungojnë, po është si përfundim, ashune për këtë anën që nuk jom kona i herë që kom jetu vetë, po për një me one, nëse për shambull është çështje besimi,
Për shembull, nuk po duhet që me veçu veç vetën, po edhe në orën, neve na besojnë tepër shumë prindrit. Do me thonë, unë nuk jam e kufizume, nëse unë du me qëndru deri në 2 mëngjesit, deri në 5 mëngjesit. Se nëse unë po du me marrë një shembull shumë thjesht, nëse unë i thom mamit, mam, uje të shku për pjetë, ajo beson që është të shku për pjetë. Se du me thonë që atë liri e kena, du me thonë nuk u edhe është e rëndësishme. Është e mira. Se cili fëmijë ja. Është e mira që besimin e kanë të saktë. Po krejt në rregull, nëse flasëm për personalen, kena qka me fol. Unë po besoj që jena këtu për me fol për një mësim, ma gjerë për publikun, komunitetin, shoqërinë ku jetojmë. Ama është e rëndësishme që prindi me të besu ty që ti mund është mja dal edhe prej moshës 18 vjeqare me marrë një vendim për me jetu vetë. Po veç ju të ke fundit nuk e dini se si jeni prind vetë? Po, edhe kina pas rase që... Ka një herë do mendime. Kina pas rase edhe që e kina kundërshtu prindin, do me thonë nuk jam strikte që... Se ma boni lavdrimi bravo, bon mirë, o bone. Jo, unë e prapë me ndërshtu. Me kam po pajtoash, me atë që ki ofera me mu. Allah, jini kanë ashtenin si të qështu me kam pajtoash. Jo. Unë veç të kena tash... Tu jemi veç me ndonë mendimin tona. Dy motra jeni edhe pe ka zëni bëll një shembull të mirë. Unë mendoj që nuk është ideja që nëse dalëm, jetojna vetë edhe pavarësome, i bjen që na nuk kena malë për prende dhe nuk i dojna. Mirë, po tash, liria, kur jam vetë, normal që është pak stresi maj vogël. Nuk është i njëjtë. Edhe tash, që tha Vlera, ju si një prind edhe nuk e dini. Njëtën sen, na bujnë neve prindet tonë, kur jena me ta në shpe, që ju nuk e dini që atë me thonë kjo. Që ka thonë a i gjali babës vetë, babë të si tin që është e vladi. Tash, kur t'ja nis me punu, të fitësh parën tone, të bësh i panvarër, edhe prindi janis me ndryshu pak mendimin për ty dhe qasin edhe ka një lloj mësëm respekti më të madh, po një lloj si autoritet më të vogël ndaj teje që edhe ti e kini mendim edhe unë muna mu pajtu me mendim. Po është edhe respekt është. Po, edhe njëta mundet mu pajtu që kur... A bëhen këta fëmijë nëse dalin më herët vetë me jetu? Qysha bëhen? E kryon, a bëhen të tilë, që shpo thot lavdrimi për shambull, ma të panvarur, prindi me kohë. Edhe nëse je si fëmi i panvarur, edhe në moshën 18 vjeqe, për shambull, nëse ti punon e merë një rogë, mundesh mi ndimu edhe prindve. Familjen, po normal, po. Nuk do me thonë kjo që ta kushtëzon, ose strikt që ti mos më kone lidhun me prindrit. Mon është me pas lidhshmërin. Qka nëse për shambull, prindit i pengon ti si fëmi, kthej është në 2 natës në shpe. Besoj që edhe prindrit dojnë me pas qatë mos presionin e kohës, ose mos presionin e pengesës. Jo pengesës si fëmi, po pengesës hapësirës, kohës. Po duhet me njofë pak fëmin, do shta. Po amon edhe pajtohem me mendimin që tha që edhe prindrit shojnë pak ma ndryshe. Kur ti pavarësohesh edhe e din që je i afër mi bë të gjitha punët vetë. Okej. Faqëm ndërpreva. Si e thash më herët tonë, është shumë e rëndësishme për zhvillimin e prindit e fëmijës. Është një fazë e shnetshme për zhvillimin e dy juve si person, me kuptu që fëmija yt nuk është më fëmijë. Edhe të ndihmon shumë me ditë, me pas qatë diskutim. Edhe e respekton më shumë, mas pare fëmijën tënde, dhe jashin një aspekt tjetër ti. Te kjo puna e trendit, nëse është trend, nëse diçka po shpërndahet shumë, duhet me pas një sen që është tërheqëse aty. Kështu që këtë si prindi mund është me studiu, oke, pse djali jam, ose qika jam për ka qef autonomi, pse po ka qef pavarësi? Ndoshta si pi mungon, aje pavarësia në shpe. Nuk është që nuk dënë. Ditë sotit na jetojnë në epokën informatike, na jena më të lidhur me njëri tjetër, edhe pse në bazë distancës, më shumë se kur. Kemi familjar jashtë, disa jemi lidhe jashtë. Ideja është që vetëm se dikush jeton larg teje, nuk i bjen që nuk dënë. I bjen që mundesh me qenë afër me të, edhe prap me pas një respekt e matë madhë. Pse? Se dhe fakti që nuk e ki gjithmonë ato, nuk pe prej kontaktin, po dënë me qëndru në kontakt me atë person. Jo, dhe unë pajtona që ka njëherë largësia, ose ka njëherë mësë mu po shumë shpesh, e kalon një kohë matë mirë kur t'jeni bashkë. Na, po thuaj se dojme një pytje të fundit, ta shumë cila është ma interesant. Ja, e ke përzgjetë. Po, e kom përzgjetë. Okej, Nor, besoj nuk janë ma interesant se t'ja. A të përzgjetë. Ta shohem. Po nashta pak qëto e kemi diskutu. E kemi diskutu disa gjana para kohë,
Edhe pse i kemi parashiku, po... Unë kisha desh nëse veç... Po, a do me repliku? Jo, me repliku, me shtu diçka. Me shtu diçka, po. Saj përket marrëdhënies prind-fëmijë. Ose shumica për Unë jam shumë e bindur dhe jam e sigurt që prindërit e kanë marrëdhënien më të fuqishme me pavarësinë e vajzës, sesa me pavarësinë e djalit. Një prind ndihet më i sigurt nëse djali krijon pavarësinë ndoshta që në moshën 18 vjeçë. E ka sigurinë dhe atë besimin që ai djalë mundet me ja dalë. Ndërsa për pavarësinë e vajzës, besoj dhe jam e sigurt që prindërit e kanë ma në merak. Ma në merak. Është e vërtet. Ndihen pak ma në siklet. Edhe dojnë me pasa. E vërtet. Pyetja e fundit për këtë temë është nga Nita, Arbenita. A mund të quhet pavarësi nëse për të arritur e bën jetën me borxhe dhe stres financiar? Hajde, tash tu është tani... Jo. Është arritje kjo. Nuk e dija sa mujna me qytë pavarësi ose Ose mundet edhe me u mushmend prej gabimeve njeri. Jo shumë gabimeve të mëdha. Sa po zgjasin ato borxhe, ajo është një farloj situate stresuese për një tri, për shembull, që dëshiron me arrit një pavarësi të vetëm duke u futur në borxhe, që ndoshta nuk e di se ku ka me pas fundin me ato borxhe. Edhe mendoj që këto është koncepti i familjes, për shembull, që nëse një i ri futet në borxhe për familjen e tij, jo për pavarësinë e vet personale, mirë për familjen e tij, atëherë shumë ma lehtë familja i del në ndihmë për të shlyer ato borxhe, sesa ndoshta vetë, ndoshta mërët me qenë dikush shumë i suksesshëm që mirët me një punë që është bajage profitabile, mirë po mendoj që nuk quhet pavarësi nëse e krijon një jetë tëndën me borxhe, po flasim me borxhe të mëdha, në këtë rast dikush merr edhe kredi për me pas një banesë ose me pas një veturë, ajo është borxh, mirë po për specifikoj që për me pas një jetë ose një pavarësi tëndën. Definitivisht nuk po du me t'inglu që unë nuk po pajtona. E ceka dhe me herët moshën 25 deri në 30 jam okej. 18 deri në 25 mendimin tem, jemi të ballafaqur me shumë të rinj që janë duke u marrë me dukuri negative dhe unë e kam frikën, e kam dilemën që të jetuarit vetëm prej moshës 18 deri në 25 vjeçare mundet më na dërgu deri te ky fenomen. Prandaj e shoh se bashkësia familjare është më kontribut dhënëse në këtë aspekt të ketë fëmijët e vet afër deri në moshën 25 vjeçare. Tutje 25 vjetë për mendimin tem që mendoj që janë beja gëtë pjekur për me vazhdu jetën e më pavarësi. Ju mendoni që është pak e egzageruar ky trendi 18 vjeç? Ka dhe për shembull familjarë që ndoshta punojnë edhe nuk e kanë atë angazhimin sa duhet edhe me fëmijët e tyre. Nëse ato janë rastet veçanta që pastaj rezultati edhe është po. Nëse lidhemi se jemi në fund secili nga një minutë. Okej. Nëse lidhemi me këto që është trend kjo, ose dalim të dukurit negative, që e ceki edhe Adelina, dukurit negative kanë fillu mu bo trend shumë i madhë në rrethin shoqnin tonë kudo që pëfrymojna tash në për jetët tona prej moshës 14 vjeqe. Nëse e marim këta si trend, është gabim. Se cili prind mundet me pa fëmijën e vetë a është në rrugën e drejtë apo në rrugën e gabuar, se është moshë shumë e hershme ku kanë fillu këto devijimet shoqërore, anë negative nëse kishmi mujtë mi qu. Po më kish pëlqy shumë një fëmijë, një i ri, 20 vjetë, me marrë një kredi, me qelë biznesin e vetë, me pas mbështetjen e familjes edhe me vazhdu jetën, tutje, me ka një panvarur edhe mu ballafaqu vetë me sfidat e jetës. Ato është Vashto. Edhe unë pajtohem për marrjen iniciativës për zhvillim, ta kuptojmë një sen. Sakrifica duhet me boj gjatë jetës vazhdimisht. Nuk mundesh me mbrojt një fëmijë vazhdimisht, ose nuk mundesh me mbrojt djalin ose vajzën tënde nga sakrificat ose rreziqet e jetës. Se na herë për me pas sukses duhesh me marrë rreziqe. Me definicion, edhe nëse je në gjendje të keqe financiare, nëse je i pavarësum, je pavarësi me definicion. Nuk është pavarësi e lakmueshme, po është pavarësi. Unë nuk isha desh me ardh pika deri aty. Por, si që thash, bëhet barë, nuk bëhet zhvillim, bëhet barë, po edhe ndonjëherë pi barave zhvillosh mbi çfarë ke psu. Unë mendoj që duhet mu marrë parasysh që bota është e vështirë, jeta është e vështirë, nuk është gjithmonë lule, borxhe kemi pas në jetë vazhdimisht, në një mënyrë konstante, po kemi pas. Duhesh më mësu që najherë ti duhesh me sakrifiku, duhesh me investu, me hek pak çto 5-10 vjetë e rinis,
5 deri në 10 vjet, e pastaj mu zhvillu. Po, për ta sqaruar pak, këto borxhet jo domosdoshmërisht mund të jenë të kredis, po borxhe mund të jenë edhe borxhi i rrymës elektrike, borxhi për ujë, sepse kjo e tregon një farë privatësie, një farë jetese, po për mënyrën e jetesës. Unë kisha... Ta shkojmë me lavdrimin një herë edhe pastaj përfund. Po, lavdrim. Anglezë ka një fjallë të thojnë what doesn't kill you make you stronger. Çka nuk të vret, bën më të fortë. Normalisht që ti në momentin që janis me jetu jetën, kime pas vështërsi. Kime pas sene pozitive, negative, kanë me tarë jetë. Unë mendoj që momentin që ti pavarësohesh për prindve, si ajt, dole edhe banove vetë, ose kime ta, pavarësia dhe me thonë ti mi a jep një mbështetje prindve tu. A kin borgje, as kin borgje, a hine në vështërsi të jetës tane, ato janë ballafaqime që ti tani dush më marrë me to vetë, më mësu më marrë me to vetë. Prindi më ka një mentor, një lloj që thëna na një senior në një vend pune, që ka një eksperiencë më të gjatë. Mëret me t'jap këshilla që është me darë për këtyre situatave, edhe me të mësu. Me të udhëzu, më ka si një GPS për ty. Udhërofis. Edhe po, edhe ti janis e mëson që shme po zgjidhen. Se matematiken e kena mësu për i vështërsis, jo për qefit. Ma mërmenja, tabelën, shumëzimit e krejt. Edhe automatikisht prindi e njën vetën ma të lirë, edhe ma shumë, edhe ma letë me frym, kur janis fëmija i ndihmon, si në anën financiare, si në anën emocionale si krejt. Se edhe për prind, sot në kohën e sotin, në jetën e shobo kaq e zhvillume, kaq e shpejt, edhe dinamike, është një meni bare madhe për prindin, me janis hale, me të majtë, me të bështet, financiarisht, emocionalisht, të kanë edhe aj vetë, e lypë një mbështetje financiare dhe emocionale. Kështu që një barë me e letë bonë. Ta nxjerrim një përfundim. Me që se tema ishte pro ose kundër jetesës nga mosha 18 vjeqare. Adelina u deklarua se është kundër. Jo, unë u deklarua për një moshë caktune. Normal, po tash ky trendi 18, sepse ka shumë që dalin nga studimet nuk janë kthy ma në shtëpitë e tyre, kanë shku edhe jashtë për studime e ma nuk janë kthy jo të shtëpitë, po asë në Kosovë fare, a buton jeta të qënë lloj sfide, por do më thonë jemi unë për vete, jam për 25, dorën zemë. A përshë që kemi të njëjtin mendim. Nëse më lejam vlerat vetëm pak me ndërit me pyetjen para prakes. Po, veç për fond. Po, për fond, se këto është diskutu tashtë... Futbolistat 16 vjetë dalin vetë. Po, këto tashtë nëse flasim për borgje, për ndonjë biznes, se unë jam vetë menaxhere e biznesit e udhëheqje një biznes bajagit sukseshëm, edhe nëse flasim për borgjet të një të rio që donë me ban një biznes, atëherë aj biznes është profitabel edhe të amundëson për me paguat atë borgjë. Mirë po, nëse flasim veç po hy borgjë edhe po dalë po jetoj vetë, jo. Ato nuk e përkraj. Borgjë ishte i përgjithshëm, po, borgjë është po, pastaj e ceke që ki obligime shtetërore që kemi pagu rrimën, kemi pagu tatimin, kemi pagu në shtatë dhe qiran, janë gjitha ato borgje që ty të obligojnë bisupet e tua, përshtu që se pak mërë një koncept tjetër që thatë për biznese. Në aspektin biznesor, jam plotësisht edhe nëse je vetë, pa prindin heq, fillon me marrë një kredi, në këtë ras kredi po përmendi, për me zhvillu një biznes, jam shumë okej. Jam shumë okej në këtë aspekt. Po, gjdo që zhvillon. Kjo është, në të aspektin tjetër që po hy borgje, po dalë, po jetoj vetë, unë këto në të përka. Jo, absolutisht jo. Qëre na shqiptarët hymë borgje dhe me bo darsma, pra ato tema është... Po, ato darsmat janë kryesisht familjare. A për t'ja vlem për familje. Po, dhe pushoj me familje. Po, telefon mamina? Jo, ta shpebli një telefon, po i keni. Okej, menova që se po më thirim. Nora dhe Nita janë një shembull shumë interesant që kjo çështje tek e fundit është edhe personale, emocionale, dhe nuk ka të bëjë ndoshta me lirin që ta jep prindi ose që e kërkon fëmiu. Nora dhe Nita, siç e din tashmë të gjithë i njohin, janë binjakët, edhe secila kanë të njëjtit prind, po e kanë karaktere të ndryshme. Po, kështu përngjajnë goxha shumë, njëra me tjetrën, po e kanë... Unë kur e poshtë ashtu mos jam t'i fol njanës dy herë. Jo domosdoshmërisht se cili fëmijë i ka ato sfidat e njëjta. Edhe për një të njëjtë prind. Është më se e duhur që edhe prindit mos ta gënjej veten dhe ta njohë vërtet ashtu siç është fëmia vet. Dhe siç veç të fundit këto nga ana ime, siç e përmenda unë, mosha 18 vjeçare nuk duhet me qenë si një kufi kur duhesh me nxjerr domosdoshmërisht fëmijën jashtë. Siç e përmendëm, është çështje zhvillimi personal, zhvillimi kulturor, ekonomik edhe social. Se
na e dina, tash na nuk mundna mu krahasu me shtetet perëndimore, na nuk mundna mu krahasu edhe me shtetet lindore. Kosova është pak rast në vete. Sepse ndihmat e studentëve gjithmonë janë më të mëdha, edhe pse ne kemi pas një ndihmë të vogël kohëve të fundit. Po, këtë e fundit. Studentëve. Duni me kuptu ata. Okej, faleminderit shumë që ishit pjesë në Djela Vlen. I vlerësoj shumë mendimet e secilit. Në fakt nuk kemi ardhur në ndonjë pro kundër, por gjithsesi dikush është pak më, për shembull këtë rast Lavdimi ka qef si që pash, grupi tjetër me që adhon lirin fëmis, po. Ja, jetë kondër të Jo. Kondër të njëto e panë. Lavdimi vazhdimisht e tha që është pro që fëmiu të aprovoj, të rëzohet, të qohet vetë në kom, ndërsa na e kishim pak më problematike, ndoshta pse i përkasim pse jemi gra. Edhe gra gjithmonë edhe kanë fëmijë. Ma shumë e prindrit. E prindrit. Okej, faleminderit shumë, Nora dhe Nita. Faleminderit. Kemi shtu diçka për fund. Po besoj që secili familje ta merr atë vendimin për të dalë edhe për të avancuar sa më shpejt që është e mundur. Si nga 18, si nga 21, kur do veç sa më herët. Une veç që gjyraj me punu prej moshës 18 vjeqare dhe krejt kemi arrit tjera, atë dhe kemi u pavarësu edhe krejt. Qashtu, faleminderit shumë. Faleminderit. Bashkë me Norën e me Nitën e me të ftuarit këtu po e përfundojmë emisionin e Djela Vlen për sot. Sigurisht si që kemi nisur me muzikë, do të përfundojmë edhe me muzikë, ndërkaq ne shikuesit të dashur, do të shihemi përsëri të dielën e ardhshme. Deri atëherë, miru ta kofshim.